Aktivistja shqiptare amerikane Evi Kokalari ka thumbuar përmes një postimi në rrjetet sociale kreun demokrat Sali Berisha lidhur me kandidatët që po përfshin në listat e sigurta për deputet dhe ata që po i sakrifikon. Kokalari shkruan se më të votuarit në primare, ata që kanë shanset më të larta për të fituar zgjedhjet po sakrifikohen dhe në listat e mbyllura po futen ata që nuk i voton askush. Nëse disa nuk u votuan as në primare, kjo do të thotë që asoj vet pra demokrati nuk i do. Pse mendoni që shqiptarët do t'i duan në parlament? Nga ana tjetër, ata më të votuarit që i duan më shumë pare mirë do sakrifikohen në zgjedhje që sërish mendoj nuk do t'jenë të pastra dhe do të humbin gjithsesi. Pra populli, demokrati dhe votuesi i ndershëm digjet dy herë në këtë procesin super demokratik të Berishës, shkruan Kokalari. Mentaliteti i PD-s është që këta që ishin më të votuarit në primare kanë shanse më të larta për të fituar zgjedhjet, kështu që po i sakrifikojnë ata në zgjedhje që fare mirë mund të jenë të manipuluara nga mazhoranca dhe në lista të mbyllura do të fusin ata që pam se nuk i voton njëri. Nëse disa nuk u votuan as në primare, kjo do të thotë që asoj vet pra demokrati nuk i do. Pse mendoni që shqiptarët do t'i duan në parlament? Nga ana tjetër, më të votuarit që i duan më shumë, pare mirë do sakrifikohen në zgjedhje, që sërish mendoj se nuk do t'jenë të pastra dhe do humbin gjithsesi. Pra populli, demokrati dhe votuesi i ndershëm digjet dy herë në këtë proces super demokratik të Sali Berishës. Personalisht luftën me Berishën dhe tufën që mbarte nga prapa do ta vazhdoj, por demokratët serioz ta kuptojnë që kam 3 vjet që bëj luftë të mbrojtë drejtat e tyre në atë parti dhe kam bërë një luftë shumë më të fortë se ata vet. Ama faktin që ata janë kaq pasiv ndaj kësaj masakre zgjedhore dhe padrejtësi që po ju bëhet, nuk ja fal. Dhe as votuesi nuk duhet t'ua fal, sepse jeni të paaft, me dashje apo jo, të ruani integritetin e votës së atyre që ju kanë vlerësuar.